Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrim, përshëndetje të dashur miq. Jam këtu me ju për të ndarë dhe për të komentuar lajmet edhe ngjarjet e radhës. Në këtë minutazh dua të ndaloj tek një ish banor i Big Brotherit që në fakt me qetësinë e tij, me butësinë e tij shpirtërore, por edhe me inteligjencën që atë e karakterizon, arriti që të mbërthej zemrën e të gjithë shqiptarëve. Unë ju tregova sot videot janë pak më amatore sepse janë pak më larg studios, por nuk mundesha pa komentuar në asnjë mënyrë djalin që i mori dashurinë publikut me butësi. Unë kam thënë gjithmonë, për të qenë i klikuar, për të rënë në sy, nuk duhet të bësh gjëra madhore. Thjesht tregoje vlerën tënde, trego karakterin tënd dhe trego njeriun tënd. Dhe në këtë rast, Redon Berani, i njohur tashmë, djali i artistes së madhe Gilit, tregoi vlerën e tij, duke treguar që është një njeri mbi të gjitha, pa marrë parasysh pozicioneve që kanë, pa marrë parasysh artit që po kalon Redoni, sepse nëse ne do të flasim për VIP, me patjetër që Redoni e përfaqëson më bukur VIP-in, sepse rrjedh nga një familje që VIP kanë qenë gjithë jetën, dhe Redoni përsëri ishte modest dhe ishte me këmbë në tokë. Të gjithë dëshironim që Redoni të krijonte një histori dashurie, një storje dashurie, do të thënë dëshironim që ta shikojmë në krah me një femër. Por siç duket, zemrën ja ka marrë pikërisht vajza që e shikoni në story, do të thënë foton që ka hedhur në storynë e saj, po që e shikoni në këtë storyen time. Nusja e ardhshme e Gilit edhe e Ilirit, siç duket quhesh kam Merita. Lajmi është bërë shumë i madh, në fakt po komentohet jashtëzakonisht shumë kjo fotografi që tashmë është publikuar, që Redoni në fakt e ka pranuar në Instagramin e tij. Merita, një vajzë shumë e bukur, e ka përshkruar foton me një zemër të kaltërt, që tregon që ka respekt edhe dashuri. Në fakt Redoni nuk është se ka dalë me një postim për të konfirmuar që ka një marrëdhënie dhe historia e tyre ka filluar tashmë, por portalet kanë filluar të hamencojnë që Redoni ka gjetur shpirtin e tij binjak. Unë uroj me zemër që ky shpirt binjak të jetë një rrugtim i bukur për Redon Beranin. Shpresoj që do t'i përjetojnë emocionet më të mira, mendoj që Redoni është një djalë që meriton gjërat më të bukura të botës, sepse ka treguar më të bukurën e botës brenda në shtëpinë e Big Brotherit, dhe duke ia dhënë Zoti gjithë këtë mundësi, duke që po kalojnë në për rrugë të bukura. Do të thënë, marrëdhënia e Redon Beranit nga fansat është pritur me shumë duar trokitje. Si e shikoni ju Redonin në këtë lidhje?